Ministra britanike e financave Rachel Reeves nuk ka në plan të rrisë taksat mbi të ardhurat në buxhetin e këtij muaji, fal përmirësimit të parashikimeve fiskale, tha një burim i brendshëm. Reeves ka nevojë të sigurojë 10 miliarda pound për të qëndruar brenda objektivave fiskale, ndaj komenti i saj fundit se të gjithë do të duhet të kontribuojnë u pasi sinjale se qeveria mund të thyente premtimin kryesor elektoral dhe të rriste taksat. Por raundi më i fundit i parashikimeve nga zyra e përgjegjësisë buxhetore tregoi një përmirësim të perspektivës fiskale, thanë dy burime të njohura me çështjen, për të cilëve njëri konfirmoi se qeveria nuk planifikon rritje të taksës mbi të ardhurat pas këtyre shifrave të reja. Një zëdhënës i thesarit refuzoi të komentonte mbi politikën tatimore. Kancelaria do të paraqesë një buxhet që merr vendimet e drejta për të ndërtuar themele të forta dhe për të siguruar të ardhmen e Britanisë, tha zëdhënësi. Sipas tij, Reeves është zëtuar të forcojë qëndrueshmërinë e financave publike dhe të japë vetes hapësirë të mjaftueshme fiskale për të bërë balë turbulencave në ekonominë globale. Së fundi, Instituti Kombëtar i Kërkimeve Elektronike dhe Shoqërore paralajmëroi se ministra e financave duhet ndërmerrte rritje të mëdha taksash për të shmangur humbjen e besimit të tregjeve, situatë që dikur i kushtoi postin ish kryeministrit Liz Truss.